e që edhe kjo rast për prokurorin. Pastaj i kemi projektet kapitale që i kemi kritiku dhe unë sinqerisht për e thëmë se tash e bëbon banal që vishtu kritiku, po opozita edhe në fund dite se ka edhe një farë mbikëqyrje demokratike edhe kritikem të dukurive negative, po nëse neve nga ka orë rrujma 3 herë ma e shtrajt, sot duhet me lyp edhe pak shkaktarin, pse është kjo situatë kështu, kush e ka përgjegjësinë. Ne kemi anullu projektin e Kosovës së Re dhe kemi pagu domsh problem për anullim këtij projekti 26 milion. Projekti ka pas më finalizu për 3 vite. Megavati, po shkon mbrana marrëveshjes, ka qenë 82 euro. Ne sot kemi shku deri në 600 euro një megavat. Dhe a di ku ja blejmë atë rrymë? Me mas të madhe Serbisë. Pra i kemi bo një favor direkt Serbisë. Direkt zyrës Vučićit, e mos kallëzoj tash edhe kush punon atë zyrët Vučićit e kush na shet neve rrymën. Se na del në lidhje shkurt direkt me qeverinë. Po ne çdo me ishte kom edhe do dokumenta me veti, po nuk i nxjerri. Pastaj e ki anulimin e jo, ne nxjerri dokumenta, nëse ka do të nxjerrim kur ti vjen rani, ndoshta i nxjerr prokuroria para me. E të një lexojmë pe aty. Po thu prokuroria i ka, ha? Natyrisht që i ka. Edhe i ka tash sa vite, por ata e presin momentin e vet, ata i din punën e vet, nuk janë punë të mia. Pastaj e ki gazin amerikan. Pastaj e ki prishin e raporteve me shumë alat dhe meq. Tu përfshi edhe Shqipëri. Kjo mendoj që është çështja kryesore dhe më problematike. Dhe nuk përmendim të emin ka me dhjetra që i kisha numru. Por personalisht tash ti unë si opozitar që duhet me dalë popullit me i fol. Kritiken më të madhen që najherë ja kum dhënë për infrastrukturë. Për shkak shku para vitit të ri 2023 ka thonë do të përfundon autostrada Gjelanit. Jo kon projekt, i përfundum, jënë parat jënë konë dam, u konë e zbatim e Sipri. Shkoni sot këqyrne, ato 300 milion që jënë dhonë, e këqyrne dhe sa 100 milion kanë më dhonë. Mos plasim për drejtimin e Pejes, mos plasim për Kryq Gjakovës,